Njeri i fundit që ka me dal pi zjarmi i xhehenemit edhe ka me hinë xhennet. A di cili është suna? Njeri i fundit del prej zjarmi i xhehenemit edhe i thot Allahu Azza wa Jall, elhamdulillah o Allah që më pështove prej xhehenemit. Edhe në këtë moment del edhe Allahu Azza wa Jall nuk është drejt në xhennet. Ja le momentin derisa Allahu Azza wa Jall ja parafituron një pamje njerit i cili ka dalë i fundit prej xhehenemit, ja parafituron një pamje, një pemë, një lum të rreth, edhe ky njeri thot o Allah, mush me më çuçi aty se jam dik në xhehenem, para të pi ujë të pushoj në hijen e asaj pemës. Allahu Azza wa Jall ja mundson. Edhe mos i shkon atij, Allah i hap edhe një pamje tjetër. Kur e hap pamjen tjetër, njeri lakmitar, syni dik shpeshherë se non stop lakmon njeri, lakmon. Edhe lut Allahin, thot Allah, po çan te kemi një tjetër. Thot po të çoj vetëm me një kusht. Çfarë kushti nëse s'u lip diçka tjetër? Robi thot tamam o Zot, thot të premtoj thot që nuk lipi kurrë nëse më çon çaty. E çon Allah Azza wa Jalla te pema e dytë lumi hala më i mirë. Po kur mrin te e dyta, i ndëgjon zonat e xhenetlive tu knoç. A po me nai banes, me nai shtëpi kur ne ndikam tu knoç, ti janis mu knoç. Do thon dikush kesh, ti dash që s'dash janis mu knoç. Edhe robi lakmitara pe se Allah nuk ja po një mundsoj venin e dytë për me një zonat e xhenetlive. Edhe kur e nin zonat që ka të shumë. Ja vonu Allah, shtipe vetë në xhennet, veç ti shoh ti shknoç. Allah Azza wa Jalla ban thot, unë kam të qenë xhennet, kam të dhon tokën sa një botë komplet që ke jetu edhe plus edhe një tjetër. Për kanë, për njerin e fundit që ka me dalë për xhenemi. A ne shka kena target Firdausin? Ose ne shka kena target xhennetit e larta? Edhe Allah Azza wa Jalla i thot, unë kam të shty këto, edhe robi çuditë thot, Allah i të bëhaj gare me mu. Atahza'u bi Rabbil alamin, ja ban robi thot. Ana la ahza'u bika ولكني فعال. Unë nuk bëj me ty ai garë, unë çti. Edhe Allah Azza wa Jalla është në xhennet. Kur ta kuptosh këtë point se vetë që ke namaz të ngrit ti në xhennet, ti atë do mëona me dy bota. Se mos mohon pejgamberi alayhis salatu wasallam. Çto në dunjë po do me nejt me njerëzit me autoritet e çysh te Allah, po do me nejt me këtë ato që kanë dorë të fundit për xhenemit. Jo, ne po dojna shumë nalt. Edhe veç namazi sabahit ta forcon ti atë bindje, se ky drejkën i këndien akshamin. Malet mundesh mi fal. Ama sabaj edhe yatsia janë sfidë vetë.